Subhanallah, këshire çfarë gajle ka musliman, subhanallah. Thot, jam në fillim të shtatzanis, për namazin e fal më shumë veç farzët i fali, thot, se nuk mund ketë me i fal, thot. A kam gjuna, thot. E ka dert këtë. Namazi fars është obligim. Nëse nuk e falim namazin fars, nëse nuk pendohemi, ka mundësi të dënohemi të Zoti. Në më thonë, namazi, farzi dhe suneti kanë dallim. Suneti nuk është obligim, por është respekt ndaj urdhrave që i ka preferu Pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tash mos keq kuptohemi, sunetin nuk është në rregull me lan. Absolutisht. Sepse kena me pas nevojë për ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. E tash nuk ka mundësi në këtë botë mos me dash Muhamedit, mos me dash, mos me afal sunetin se s'qen ka obligim, apo pastaj me kërku ndihmë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose ndërmjetësim. Si do të qoftë Zoti, thot ai që e respekton Muhamedin a.s. më ka respektuar mua, ai që e don Muhamedin a.s. më ka dash mua. Do të thonë lidhen punë. Mirë po, si detyrë, si obligim, farzi është i patjetërsueshëm. Ndërsa suneti nuk është i patjetërsueshëm. Fjala sunne e ka një definicion, ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu. Në qoftë se e ke bon sunetin e ke çunë vend, e ke punu, shpërblesh në qoftë se e ke lanë, nuk dënohesh. A jam i qartë? Qartë. Ndërsa farzi e krin si detyrë, shpërblesh. Nuk e krin si detyrë, dënohesh. A suneti nuk dënohesh nëse nuk e krin si detyrë. Si detyrë. Tash, detyrë jo fars. Në më thonë suneti, por atë shkak, tash, une u zgjerova pak që të ketë kuptim pak përgjigja, në qoftë se kjo motra janë, për shkaqe shëndetësore, nuk ka mundësi ta falë sunetin, nuk prish punë. Jo, hoxha, di ku do shta mu lidh, këshire subhanallah, se ti mire cekat aspektin fetar, çka në sunet, çka në shfarës. Mirë po, kjo shtatë zone, Ka gajlë. e ka gale namazin. Sepse është e lidhur me Zotin, është e lidhur me namazin dhe nuk mundet me paramenduja me lënë namazin. Tash kjo plusi që e ka e motra janë. Allah e ruajt dhe e shpërbleft. Kjo ndikon edhe të fëmija, po. Pa normale Se tash. unë e ti, plot musliman, Dëgjoj, kjo jemi e vlad të nënave të cilët pa kanë falë kur na kanë posë në barkë. Gjithçka lidhet me prindërit. Po, dakor. Ka diçka që mirët nga jashtë, ama shumë sende mirën edhe nga prindërit. Po sërish pastaj e edukata. Edhe njerë ta qartësim mirë. Po. Dhe me thonë nëse farzin fal, për sunetin nuk është problem. Në gjendjen që e ka. Mirë po, lënja e sunetit nuk preferohet. Është mirë me falë dhe pse nuk është gjuna me qenë se e lam. Aja isha i qartë e. Shumë i qartë isha më prejki çështje se kjo shtatë zone edhe e falë namaz. Shive për muslimant në luft falen. Po, Allah, po. Në dejti shkën Në falen. operacion. Në hotel shkën falen. Në operacion, para se të bëjmë operacion, i falë direktate, falë farzin e çka të mundet. Në më thonë, namazi farz nuk lihet. Nuk ka opcion, me thonë, valla nuk e falë se ka në luft falet ndryshe namazi. Shemëll kjo motër nëse nuk mundet në këmbë, për shkak se falet ullër. O nëse nuk mundesh ullër dhe shtrirë, nëse i paralizuar, vetëm me mendje falesh, i falë farzët me mendje, u kri puna. Ama duhesh me u lidh me Zotin, për farzëm dhe këva. A suneti, në momentet e caktuara dhe nëse se lihet, mendoj që nuk ka problem. Masina të kjo temë, çfarë këshillë kishte dhënë motrave tona të cilët janë shtatë zone? Sa më shumë të lidhen me Zotin. Normale, tash ata mësimet, këshillat që e japin mjekt, është mirë ti realizojnë 100%, mirë po në të mbështetjen të Zotit. Se vetë Zoti i ka ndorë. Edhe Allah i shpërbleft që kanë vendos me qenë shtatzane, se tash shumë të reja Kalkulojnë. nuk e paramendojnë këtë. Tash ato i bëjnë planet e vete, jo pas 5 viteve, pas 10 viteve, mirë po Zoti atë që ka caktua, jo ka me ndodhë. Edhe pse nuk ka problem me planifiku. Ama jo atë planifikimin veç me ndejt rahat ne, dhe mos kemi dhe një obligim. Se në momentin që ndonjëra prej motrave tona, prej vajzave muslimane, jetë shtatzane, normale që ka detyra, obligime, pastaj kur të ndodhe lindja, qoftë djala apo vajzë, ka është punë
punë e zërçme, mirë po Allah I ka kriju gratë për më lidh për fëmijët e vet. Edhe shumë normale për ata është. Ama neve burrave më na dhon një fëmijë një 2-3 javë veç matë, mendoj do pak problem. Shqetësohemi.